Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Yunus Delaj ishte një lautar i shkëlqyer. Zani i tij kumbues ushtoi në madhështinë e bjeshkëve. Lahuta e tij u dëgjua si tingull i legjendave dhe i bashkohësisë. Këngët e tij nuk mund të harrohen. Vetë ky personalitet si ishte gjë tjetër, veç se një përjetësim i atyre anëve. Lautari ishte një njeri i veçantë. E donte shumë njerëzit dhe jetën, aktivitetin e tij, këngët që krijonte. Merrte pjesë në aktivitete të panumërta dhe dha një kontribut të jashtëzakonshëm me lahutën e tij. Megjithse ka pak kohë që ai nuk është në këtë jetë, ai mbetet përjetësisht lahutari i malësisë, i nikçit të tij të dashur, e i tanë shqiptarëve. Nderim i madh. Shpesh kur largohen njerëz të tillë, lejnë një frymë, si hije e mirë tek njerëzit që e njohin, tek familja, tek fëmijët. E unë sot për me qëndru në këtë frymë të tij që ai e la dhe si krenari të familjes, të fëmijëve, të gjithë malësisë, jam në studio së bashku me vajzën e tij, Senada Demushi Delaj. Mirëmëngjes. Senad, takohemi së bashku, ju jeni 3 fëmijë, 2 motra dhe 1 vëlla. Ti vajza e dytë, por ndoshta ke pas mundësi ta shoqëroje babën shumë, jo vetëm si vajzë, por edhe si miq, si shok. Edhe sepse edhe ti je krijues, edhe nga ana artistike madje. Kam gjetë një fotografi të hershme që ti këndoje bashkë me babën dhe ke shoqëruar në shumë aktivitete. Besoj se kjo frymë është ende e freskët apo jo? Kam shumë e vogël kur kam hyrë në skenë me babin. Më ka rrit vetë, ka pas dëshirë vetë, ka pas talent të onë, edhe më ka marrë me veti gjithkohon. Sot është emision i vështirë, i çuditshëm, sepse ai s'është. Gjithmonë kur kam dalë nëpër studio televizive, fansi i parë, ai që a kënaq me një diçka temën ka qenë babi, ndërsa sot arsyeja për cilën jam thirrë është jo e lehtë, me thonë drejtën. Edhe ti e din që e kam shty derisa më arrit me marrë vedin edhe me fol për te si që ka hije, me atë krenarinë e madhe që na la si fëmijë, po edhe si njeri popullit, se babi nuk ishte vetëm i joni, ishte i tonë shqiptarve, i tonë Shqipnisë, me kontributin e tij, si bardh si fundit i eposit krishnikëve, si artist unik. Është ndoshta duhet me thonë dikush tjetër, unë jam e bija, por ndoshta po e verë rolin e asoj etnologes, po përpiqem mu shkput prej rolit vajzë, edhe me thonë atë fjalë që njohësit e mirë të kësaj fushë i kanë thonë para meje me vite me radhë, unë vetë se jam përcjellse, po Homeri shqiptar, nga Çoçako ndjes pas edhe ai i thotë je Paganini shqiptar, magjistari Lahuc, kështu që jo se e them unë, po ka qenë rapsod unik, edhe tekst shkrues i rapsodive të veta, me një forcë vargu, me një peshë shumë të veçantë, me thënë drejtën.
Unë edhe jena simbiose njëni tjetrit. Unë kam pa vetin ta, e ka pa vetin ta, unë jena pasqyru të njëni tjetri. Na kuptu shumë mirë, kena edhe si natyra në fakt në gjosh me shumë. Familjarët më gjithmonë kanë thirrë nuzi vogël, edhe në veset vogla që ka njeriu, në virtytet vogla, i kam gjatë shumë babit, ndoshta edhe kam tentu ta njëjtën me ngjatë babit, ashtu më ka pëlqyer. Njëherë njerëzit thonë për X, Y, çka ka lanë. Në këtë kontekst ju në zdej la shumë një pasuni të madhe. Tashi në këto kohëna që jetojmë, është shumë e vështirë me majtë me rujt traditën. Shumë popull për fatkeq avash e kanë humbur identitetin e tyre, duke u përzije, duke marrë, duke huazu dhe duken si arkaizma këto që po flasim unë e ti mërit, por prap shqyqër sotit, sidomos fundmi me futjen e lahutës në UNESCO, si kur morri një pesh tjetër lahuta, si kur e gjeti vendin e saj, pozicionin e saj, si në ato kohëna kur vehej në balë todës bashkë me pushken, tash si kur e gjeti vendin e saj. Kemi një insert shumë të bukur, regjia e cili është si skulptor, nuk e di, ka realizime të veçanta filmike tashmë, por gjithsesi e portretison shumë bukur. Fotoja e parë që është Po këta e kishte bë një admiru si babit, nuk e di kush e ka bab, po jam emocionuar ditë kur e kam pa dhe di qa menova. Thash, ky në fakt e meriton këtë, po të ndërtoj atje në malet e veta, nik që atje bjeshk veta, ku i ka kënu gjithmonë. Para do ditë që isha atje, kisha do ko pa shku edhe më kujtun disa vargje tje dhe thash o zoti malë, ndërkohë që i shikosha bjeshkt, si kishte përshkru ashtu me detaje, fshati im, sa bukurit të rrallë ka, shtrijet rrez ma e shnikut në gjanë si kala. Në shpatët e shnikut është gjëteta, veç dy shtigje ka, veri jug. Forca e Kelmendit të quajtur malsore në ballin e luftrave në ballin e Kuvendit. Sa luftra bën në këtë qytet me topin e dardhës. Të fortë si forca që ndruan këta malsor që kur se ulen kokën, por thyen tabor. Pra nuk di çfarë peshe, çfarë bukurie ka vargu i këtij njeriu. Shpesh i kem Superman. Patjetër. Shumë këngë dhe vjersha tip. Unë jam rrit me vargjet e babës. Jam rrit kur jam bëun me ditë, ai mi ka lexu gjanat e veta, e ma vonë kur e ka pa që kam prirje për letërsinë, kur mbarova dhe shkollën edhe studimet pas universitare për etnokulturë. I dashim bashkë të në gjanat edhe mi lexote këngët përpara. Shifej herë se tash ti e mame që me se unë. Shifej herë, ma kore gjëpa. Ishte njeri komunikus dhe shumë modest. Shumë. Babi ka pas veçanti bile modestinë dhe thjeshtësinë. Që kam vurë e vetë gjithmonë, po edhe tash mrapa bile, kur se është krejt koha e tije, është krejt momenti i ti. Gjose edhe ma përpari kam ditë tonë gjonat, tash është taj momenti që ti si edhe shfleton të anjetën e ti para syve. Edhe qëfar më ngjitet me atë që disha dhe me këtë që di tash është pikrisht që ky ishte një artist mallështor dhe i thjesht deri në thjeshtësi në umile, si i thënë italian, të krejt sti shumë njerëzor, shumë njerëzor. Dhe gjëja tjetër që më bën shumë krenare për atë njeri është fakti që gjatë gjithë jetës i ka respektuar shumë artistat të çdo lloj gjinie dhe zhandri. Dhe thosh kur e pava atë fshat vogël, në një lugin të vogël e rrethume komplet e lugin me male të larta tamam sikuror që thotë babi në gjanë si kala. Me të vërtet duket si kala, nuk ja kisha vu menjën korë ati ven. Kur doli një gazetare që zbulon këto venet i virgjëra, tha, Nikçi, ku pas ka qenë ky fshat kaq i rrethum si kala, si me kënë kështjell. Edhe thash me vetin,
babi edhe me trup nuk ka kënë shumë i gjatë. Po. Thash ai njeri, ai njeri me 7 vogël, ashtu ka kënë edhe gjyshi. Dhe me thonë me i rritun një to, kur kanë kënë vegjel, kanë ndihmu familjen me baktit, me tokat, me gjanët, me sanet, kur a shkput, pastaj që ja marrë me artin. Ku i ka mësu këtë gjana? Si ja ka dhënë Zoti këtë horizont, me ditë me kuptu për çdo lloj fushe të artit. Një gjushi muzikë klasike, ua çfarë mrekullie, një çoj e babulun vetë në divan kur isha vogël me zori, mas andaj me dëshirë. Ju po s'kam durim, ç'a thot kjo? Të çoje një herë, pastaj do ta kuptosh. Muzika klasike është nana e gjitha muzikëve. Unë i thosha, po ti je lautar, pse livden muzikën klasike? Po më thotë mund një gjoj se është mirë me pas një hori nga çdo i fushë e jetës. Ta kesh është bagazh për ty. Ose për shembull një skulptor. Të sta mërmenja një profesion krejt ndryshëm ndoshta nga i tij. Kishte një hori nga çdo fushë. Shikote një diçka të bukur edhe thotë, "Ua, sa bukur." Fantastike. Ose unë mendoj se është edhe një virtyt i brezituj. Shpeshherë kur të një gjoj se si vlerëson njerëzit artista që i fton këto, besom në mënyrën si zgjedh fjalë dhe si i ndjen, më ngjan shumë me babin, sinqerisht. Nga çdo fushë, respekti që i jep në çdo lloj artisti, në çdo lloj fushë, vlerat, meritat. Për këtë e kam vlerësuar shumë. Meritojnë shumë. Se na pati një nderim shumë të madh me ikjen e ti. Shkja, në këtë jetë ka nderimet, çmime e tituj, sidomos kohët e fundit, për fatkeq titujt e çmimet janë bërë kështu si mod, po unë mendoj se babi ka marrë ato titujt dhe i ka shiju në jetën e vet, edhe se çdo titull për te ka kanë, thash babi nuk ka kërku shumë, ka kanë shumë njerëzor, por populli e ka dosh shumë. Edhe ç'a më mendon për shembull kur vite në shtëpi prej aktiviteteve, i thosha si shkoj bab, priçim, përveç që vite gjithmonë me dhurata, me simbole, me certifikata, me tituj, me çmimet para, pa diskutim mirë për lahuten, gjithmonë. Nuk kishte kur në i shenjë që unë i pari ose unë, por ajo që fara i gjithmonë ishte repeton kur në frasi thënë francez, ishte i njëjta gjë, një déjà vu e gjithmonshme. Salla më ka duar trokit shumë janë që unë kam, më kanë për lot. Pro ajo që a i do të ishte dashnia popullit, me dasht populli. Edhe kur i thoshin Jonos, si nuk bën mjeshtër të mall ty se ti e meriton, e thotë shiko mu mjeshtër të mall më ka bë populli edhe unë kaq mjafton për mua dhe ta them me sinqeritet që e ka pas me shpirt. Pavarësisht se ai ka marrë titujt. I kemi disa prej ai ka marrë 2 tituj të klasit. Titujve. Po në infrashri. Regjia, po. Është ambasador i paqes, ka marrë nga Tirana, nga qendra e studimeve ka marrë albanologjike, ka marrë një titull mirënjohjen 60 vjetorin e vet, bë me një aktivitet shumë të bukur në atë kohë. Qytetar nderi i Bashkisë Koplik ka vite që është tanë festivalet e Gjirokastrës, e të Lezhës, festival instrumentistëve, e i lahutarve, çmimet para. Këto mirënjohjet janë pafund, është qytetar nderi në 3 qytete të Kosovës. Është në fakt Yunus Delaj ishte artist në shpirt, siç e shumë artist, por kjo nuk ishte një dhuratë. Unë besoj se ai punoi që zani, lahuta, krijimtaria, megjithse në familjen e tij ishte lahuta dhe pushka në krye të Xhakut, në krye të Odës, ai e ushqeu vetën pikërisht me këtë ndjesi dhe u ba zani i
i bjeshkve, u bazan i familjes dhe i traditës. Si punoj ai, sepse me babën ki pas një raport të veçantë dhe krahas aktivitetit ai punoj, e vuni veten edhe në punë të përditshme, gjë që është një sfidë shumë e madhe apo jo? Ai kjo është tem vedi. Në rrallë parë herë kur je artist, nuk artist, ku je artist i popullit, artista si këta që i kanë shkruajt vargjet për të ngrit popullin e vet, që kanë bë art jo për t'i bë njerëzit me këcy ose mund të fry, por për t'i bë njerëzit me me shpirt, me u frymëzu, artista si këta nuk kanë kënu për me marrë diçka në këmbim, gjana monetare, para ose diçka tjetër. I vetmi shpërblimi këtyne njerëzve ka qenë moral dhe shpirtnor. E vërtet. Dhe edhe unë vetë jam rrit pastaj me këtë frymën që njeriu që është artist, artin e ka të linën në zemër edhe e ban se e ndjen. Artisti e ban se është i linën i tillë. Por në rol parë për punën lidhe me artin e vet, duke e pa të punu zakonisht natën, vonë, gjithmonë, mu më frymëzohet e me imitu, se fillimisht kështu fillon, kur je 10 vjeç, 11 vjeç, fëmija imiton fillimisht. Edhe imitosha sepse e disha sa të bo diçka të bukur që vjen nga shpirti. Edhe babi ishte frymëzim për mu, edhe për motrën, edhe për vllajin. Ne të tonë kena shkru, e kena trashguat genin e shkrimit të gjithë. Edhe mami, në fakt, të gjithë kena pas shumë prirje për me shkru, vargun. Kjo pastaj puna e tij paraqitej në familje. Gjithmonë kur shkruaj këngë, vite me frymëzim me këto letrat. Dëgjojeni një herë si u duket kjo. Pra ju jeni dëshmi e parë e një krijimi. Gjithmonë ai nuk ka bërë si gjë që po bëj këtë këngë. Ju ta ndëgjoni. Jo. Po bote prova në shtëpi. Po bote prova me lahut. E një gjoshim, 1 herë, 2 herë, 3 herë, lexoshim, kur rrit me jepshim në mendim, për shembull, për vargun. A keni guxuar me u bashkangjit të zanit të tij kur këndonte? Po, shumë herë, jo vetëm na, po dhe pjesëtarët e Farfisit, se babi kënonte gjithmonë për ditëlinje, për festat tona, për Bajram, për kur mbledhshim me njerëzit e mamës e të babës. Babi gjithmonë kënonte i këngë. Edhe tonë kënoshim me te se jam mësoshim këngët. Shumë prej Farfisit i din këngët e ti mi kënu. Mami ka rëtë qiftelisë edhe ka kënu kër ka kënë estradë, se aty jo njoft. Po, mami ka kënë diku 4-15 vjeqe kër janë pa për herë të parë në estradë. Mësa nej më vonë janë feju, janë martu mami 8-19 vjeqe a banan, që dhe thët mami arrit me babin. Arrit me babin, se kanë pasur një 12 vite diferencë. Si bashkon cilësitë artistike dhe ndjesitë humane të Yunus Delaj, duke e parë edhe si artiste, por edhe si vajza e tij? Që përputhen këta dyja bukur fort. Janë përputh një që bukur të ikë njeri, sa nuk di me thonë. Thoshe dhe i herë, me fol unë si vajza ti, normal është legjitime që çdo bi ka me zgjell fjallë më të bukra me fol për babën e vetë, por ka kënë artiste dhe njeri unik. Vërtet. Nuk e them unë, edhe ditët që e humbëm artistat dhe njerëzit miqt që vishen me nangushlu, sikur i kishin fotokopju prej në letër fut në përgjej pasi trakte ato fjallët për te, sikur i kishin mësu për me që dhe thot, sidomos duke i vu theksin ma shumë mirë artistit, po njeriut që ishte. Kemi foto të shumë të regjia, ju mund t'i vendos një herë pas here gjatë bisedës, sepse s'bajnë gjatë tjetër veç se ilustrojnë në curinë e një jetë mes njerëzish. Tjetër për punën që më the. Ku je? Po.
tjetër për punën. Bobi ka pas marru një shkollë mekanike dhe ka punu disa lloj gjanash njët, ka kanë përgjith biblioteke, mëson ka të reguaj vetë, se unë s'kam pas linat ka kanë i ri. Masandaj ka marru një shkollë mekanike, ka pas dhe dur të mrekullueshme, përveç se ka kanë mjeshtër i lahuc, ka kanë edhe mjeshtër i punëve me dorë, dhe me thonë, ne i thushim qa prej ka i me dorë e shkrin, se tu kanë edhe mekanik. Masa ne i bashkangjit mekaniks, a i punote dyrë, dritare, që i bote me shumë krenari edhe krekose. Hadi shikojni këtë derën bushi që e kam bo, këtë shisa bure e kam bo, se është arta, është artë veti. Shisa bure e kam bo, si duket, ose në i herë, thotem ka maru fantazia. I bita ato lule që në gjiteshin e për dyrë, edhe në thoshte neve, si menoni të ve këto lulet, në këtë formën kështu, apo kështu, si del ma bukur. Pra ishte krius në tana aspektet, dhe filloj me bë një punë të ranë, me thonë drejten, po ishte koha kërë unë isha në universitet, tash këto munem me fillu dhe me lanë nam, i fje, se ishte periull e fështirë. Jeni emocionu. Ishte periull e fështirë edhe koha kur filloj me punu një atë, se një kena punu privat aty të shtëpia, po ekonomia me rrit 3 fëmijë nuk ishte rahat midis koplikut, se edhe maj mend që më thoshin shoqet në atë kohë, si atel ti, më thoshin, se ti në shkollë mësën mirë, atë kohën me kafen me ne përpiqesh me e gjetë, në leksione nuk mungon kur, si përpiqesh qatë frumëzën që ti arrin mi bota në gjonët, sa mirë se lemësimin ti si ne marrën kafe atë leksionin. I thosha, për babin tem, shoqet e mija din, i thosha për babin se a i po punon një punë që nuk i takon me punu, ati far artisti, po për hatër të munit ti, unë do të marrë këtë shkollë si mos ma mirë. Edhe ka një vetë mi njëri që më ka frumëzu për shkollën. Bravo. Edhe për drejtimin e shkollës që kam pas shef me bo diçka krejt tjetër, pëlqejtë, po ishte larg Tirana në atë kohë regjizore në aktrimin tjetër. Edhe nuk ishte mundësia ekonomike, edhe me thonë drejten mësuesia nuk asë në atë kohë dosha me bo diçka tjetër, me artin, me ndërtu vetë artin, me bo regjin, ndoshta me aktru vetë, me knu vetë. Edhe kur fitova shkollën për mësues o mërzita shumë. Edhe a i ma të fjallë të ti të arta, të amla, të më nejtë në kraje, të më bromose, të më frymëzue, po mësuesi thoshte është për kishte misionar i dritës. Mësuesit janë misionar të dritës, ti do t'jesh gjithmonë. Këtu jena në festival Gjirokastrës, kena pas kënu bashkë atje, me grupin e Malsis Malle, kam kënë ca amla, pa i bo 14 vjeç. Edhe thosha që edhe për hatër ti si me thonë jam frymëzuar edhe shkollat më së nej. Vetëm mos me mërzit atë, vetëm ai me kanë krenar për mu. Po ja, kjo është një marrëdhënie, kjo është ajo fryma që lanë hija e mirë e babs, që 60 vjetori i babit, të frymëzon vazhdimisht. Shumë ka njëri frymëzues për tanë familjen, për çdo njëri që e ka njohur. Në vitin 80 ka qenë pjesë e grupit popullor të Radio Shkodrës në një turne shumë të suksesshëm në Kosovë, edhe unë atëherë kur kisha fillu punën në radio e kam njohur. I kjo është fix bile më duket fotografia, 99% i kjo është fotoja e Kosovës, sa më e menore. Një njeri gjithmonë i qeshur, gjithmonë komunikues, gjithmonë me një dashamirësi që komunikonte me kolegët, me artistët, me njerëzit. Shumë e vërtet. Besoj se në njëherë njeriu kujtohet edhe me atë veprën e tij. Ka pas shumë këngë të bukura, Nora Kelmendit, Lautari Bjeshkve, etj, të cilat një përshëndes për Malsis Malle që jep një mesazh për bashkimin e shqiptarëve, për mesazhin që ka për Meqena dhe për Bajram. Ka një varg që thotë kur t'ju vinë Bajram e bashk, amanet festoni bashk.
Ka njëri shumë ka pas dëshirë për me kanë urlillse gjithmonë mes njerëzve, mes miqve, mes familjes, mes një tjetrit. Gjithmonë familje kur me pasni diken me papa diken të mërzitur nëse diçka kudo. Thotë ju lutem, du vetëm harmoni. Du vetëm harmoni mes njerëzve, nuk ja vlen me jetu jetën thote me trishtim, nuk ja vlen. Babi do të shumë të bukrën, e do të shumë njerëzoren, emocionuaj edhe qante, gjithë njerëzit që e njohin e dinë se babi qante shumë kollaj, se emocionuaj shumë nga gjanet fisnike. Edhe ishte njëri me zemër të madhe, ishte shumë kavaljer. Nuk di që me thonë i kujdesshëm. Dhe Isis. Një gjysh, s'di që me thonë, një gjysh po kemi edhe fotot e fundit janë me djalin, me nusën, me vajzën, me familjen i këtu është me Gjek Marine. Po, me Gjek Marine. Dhe ka një marrëdhënie shumë të madhe me njerëzit, aktivitete po ashtu. Një gjeografi shumë e hapur. Sa të s'dimi thonë, s'kam si i them se s'kon kalu 3 ditë jetë sti po shku një aktivitet. Atës është pa mundë. Si e priqe, mu nga në baba në shpi, po atje po na knaq. Ne në rol por në shumë raste ne kena shku me një, ku do i herë. Jena mundu me kënë gjithmonë publiku i ti edhe ai ka post dëshirë ëndra ti që kudo ku ishte ajna me kënë atë. Asi gjë, asi sukses nuk ja duk gjë që se s'ka se ka do me ne. Mbeso, dhe më thonë, gjdo gjë për te këna kënë. Mbeso, ka kënë njëri shumë i dhonën mas familjes, shumë i dashtën për ne. Pra neve na mungën se në ngushtojnë njerëzit edhe na thojnë ato fjallë klishe. Edhe unë e kam humë babën, e di e keqja s'ka fond, e di, nuk jam më që vogël sa mos me kuptu humbjet e njerëzve, unë jam njëri empatik, bile si baba jam e dhonë, për këtë do qaj e mërzitën, po them sikur më pak ky njeri të kishte marrë pjesë në çdo gjë tonin. Ka kanë shumë i vëmendshëm dhe çdo lloj detaji të jetë secilit prej nesh. Mirët në familjes, po ti më pyet ato fëmijë që janë rritën e farifisit ton, që sot janë 27 vjeçë, 30 vjeçë, kanë ardhur prej ansans për me përshëndet gjagjin e tyne. Edhe pse janë një shtri, edhe të thonë që ne gjogjit je kena bërç këte se gjogjit një në ko bo me hangër, në ko mësu, në ko këshilu, se bobi ko ken një këshilu si jesh zakonshëm. Nuk ko pushu kur të në këshilu se cilin, a nuk ko dasht me dit afmija vet, afmija vlajt, afmija kojshis, bobi qa ko dit për vedi ko pos shef mja transmitu gjithku, i gjotë bukur të mirë që e ko kuptu vet, e ko pos me hal me në adhon tonve a gjotë që e ko mësu e ko dit. Edhe me thonë drejtën ko ka njëri shumë i menqër, ndoshta se ko rrjedh për një familje me si agja, si gjyshi vet kanë kënë krej pleq që i kanë marrë ato kona për kuvene, edhe ndoshta se ko rrjedh për një familje edhe baba i vet, që se ko he goje deri ditën që ka mëllësyt, që thotë, si kur ta kishe njof më i senat, sa burri menqem ka kënë i burr. Do të thot nuk kalon kur tu përmend gjanat e mira, babi ko jetu për vlera, babi ja frymzu prej vlerave njerëzore, humane, prej artit. Nuk di se ku kisha, ndoshta jo më kot i kanë thonë Homeri shqiptar, ato njerëz që kanë matritur se unë atë kulle e kanë njoft dimensionin e ti. Unë takova e të hemruke në Tiranë, edhe për më thote që aj përvec se ka ka një artist legendari pa unik, që solli diçka krejt re e mori e posin e vjetër e bon një unik në lojnë e vetë dashti pa krahasueshëm, po ka kënë dhe një njeri i rrallë. Tani unë menoj me vedi, them, po si ka mundësi, sepse babi ka jetu këtu, ato njerëz kanë jetu atje, po ishtone për aktivitete, aq shumë ka marrë pjesë ai, sa kanë rrit me njoftë edhe anë njerëzore të tij. Ka qenë shumë i ndjeshëm për Lahutën. Shumë i ndjeshëm. Për Lahutën për të përfshirë në listën e vlerave jo materiale të kulturës për këtë punë, për që vlerësohen nga UNESCO. Babi ka punu shumë për në këtë aspekt,
bile është një video që e ka nxjerr tani një njeri dashtën i veti, që shkon e gjen të puna atje, me do libra, me do gjona, dhe po hulumton për me mbledh materialet e tij, bashkë me natku me një Zyber Neziri, i është kështu etnolog i Kosovës. Bile ka ndosh me më përfshi dhe mu, po s'kisha mundësi në atë kohë, se isha të maru do punë të mijat, se ishin shumë vargje, doshin me mledh gjitha të vargje transmetu me gojë të populli, për t'i dokumentu, pra për të bërë dokumentacionin e duhur, se që duhe që kërkon dosjen, të bërë dosjen për UNESCO-n. Ky i herë bashkë me do tjerë. A kupton? Mas andaj kur tha që Lahuta do t'i kaloj Serbis, zoti ma, nuk i pushohet e loti, pastaj e ftune për studio televizive për të fol, vetëm qante, nuk e, por e përjetoj emocionin e përfshirjes Lahus në UNESCO. E përjetoj sa që një shok i veti gazetar erdhi me pale, po e ngacmote me fol, se normalisht ishte i smur, edhe në i herë dhe si mas të rezist, i thot, Jonus, ku ke Lahuten? Qoj e më rej konge? E kam qunë UNESCO, tha Lahuten. E kam qunë dorë të sigurt. Sa gjë bukur. E kam qunë UNESCO. Shumë e bukur. E përjetoj edhe gëzimin e kalimit Lahuts në UNESCO, ndërsa unë vazhdimisht të përjetu bashkë me familjen teme, dhe sa ishte gjallë kohët e funit, ato emocione shumë të rënda që mi bishin telefoni që me thirr babin për aktivitetet ndryshme, masi Lahuta kaloi në UNESCO, pastaj erdhi dita që u duhej ky profesor i Lahuts, por i thash profesori i ka dorëzuar edhe nuk i bjen ma Lahuts, nuk ishte e letë fare me përjetu këte. Le të kalojmë përsëri në disa momente të bukura. Janë 2 fotot e fundit regjia që ju kam dërguar. Ja këtu motra me mamin, me bashortin, me fëmijët në Gjermani. Vajza Amalle që ka lej 100 vjet. Masi 100 vjeç ka lej kjo vajzë në shtëpi babës tem, edhe babi e ma gëzu pa fund, nuk ke pa një malësor, veç djem. Edhe disa që s'kan pas fëmijë, disa tjerë shumë që s'kan pas fëmijë. Kemi dhe një foto tjetër edhe babi jem që ka dalë me qëras tonë malësin e ma se i ka lej vajzë, dhe kanë thonë, po që ka rapsodi se i du të mu gëzu, malësor gëzojnë për djallë. Babi të qatu, të qëras nusja e vlajt me vlanë, në Gjermani, këtë vlla kena, dritë sysh, trashgjimtari që i dërgën babi me mamën ka po? I dërgën babi prej në Itali, kur ishte një festival në Bologna, dhe i dërgën një poezi që vllai ka publiku tashmë, ka disa dërshkrime babi që do t'ja botojmë pa tjetër. Ja kishim botu dhe ma përpara, po kur doshim ne me ja botu, babi nuk ishte në Terezi, ishte pa Terezi, dhe po priqim që e mu bo mirë, se disa gjonat shkrimit dorë, se babi ka shkrit me shkrim dorë, nuk i kuptosha dhe dosha që me kene sakt fjalla. Guret e oborrit tanë gërmoj se aty është thesari, i thot. Në kurbet kur mos shkoj, thot, sa aty është mjerimi, thesar është toka ku t'i lejve do t'jetë gjithmonë. Kurbeti është, nuk e di krejt përmenç, po të tregoj vargjet e poezis, kurbeti është si ata gotët e vendës që të zajnë ma vonë. Qarë vargu? Se vlajt është në kurbet, se motrën e vlani kam Gjermani, edhe aje kuptan edhe e ninë shumë mirë, edhe e shprej. Vetëm puna, thët motër këto, gjithë shka është veni jotë, familja jote. Vetëm puna, të manë puna, ekonomia, si gjatë tjetër. Për mamën natyrisht shoku i jetës në një marrëdhënie të veçantë është vërtet një ikje, por ajo hija e mirë mbetet në kujtimin, në vlerësimin, në krenarinë, edhe tek nipat e mbesat, edhe tek trashëgimnia e genit artistik Amla, vajza juaj, po ndoshta edhe të tjerë filizat të familjes trashëgojnë, po në radhë të parë është gjë e bukur të
trashëgosh krenarin, respektin, vlerat njerëzore. Kjo është e rëndësishme. Ndërkohë që ai tregues shumë special siç është arti është një vlerësim tjetër i një përmase që ka një shtrirje shumë të madhe. Unë besoj që Junuzi nuk i kanë ai ri aty tek lahuta, besoj se lahutën e keni tek muri i dhomës, apo jo, tek gjithë këto nderime që e kanë vlerësu, tek ne kena porosit një tip mineraftit vogël që dona me bu kostumin e tij popullor, që ka skenat maja të botës, të Evropës, të Shqipërisë, brenda dhe jashtë Shqipërisë, kudo, lahuten, sendet e tija personale, sepse janë për ne edhe për gjithë brezat me radhë, janë sende materiale që kanë përfaqësu kombin tonë. Babi me vete ka qu një copë Shqipërisë, kudo që ka shku. Edhe ka shku, le ta themi këtë shumë herë, ndoshta me ato kursimet e vogla të vetat, edhe nuk ka prita si gjon këmbim asnjëherë. Me atë shtia qëndron tek thjeshtësia e njerëzve me kaq vlerë. Se natë ndoshta me këtë ftesë që të bana edhe me këtë rrëfim shpirti, unë të ngacmova paksa dhe emocionet çdo njeri e tradhtojnë, por ato lot janë ari më i bukur që veç jetën dhe vlerësimin e tij. Natyrisht për njerëz të tillë duhet të flitet për ta ndëruar, por edhe për të frymëzuar njerëzit me vargjet e tij, me artin e tij, që ai të mos mbetet një kapitull i mbyllur, por të jetë një frymëzim për vazhdimsinë. Ndaj du me të falenderoj shumë për këtë bisedë, edhe nëpërmjet teje përshëndes mamën tuaj, motrën dhe vllain, gjithë miqtë dhe familjarët, për krenarin që ju jep emri i Jonus Delajt. Babi në kolon krenaria dhe barë të male, sepse shpresoj që t'jena gjithë dejnë për me vazhdu mirësinë dhe mallështinë e shpirtit tij. Është përgjegjësi e madhe. Është përgjegjësi ti jesh fëmijë i një njeriu të tillë. Sinqerisht, unë personalisht po flas për veten, nëse ka në gjë që më ndallon, ose në gjë që ka vlerë të unë si artiste, po edhe si njeri, i atribuohen shumë babës, sepse thash i ngjoj shumë. Në mamën e kam të mrekullueshme, është një gru shumë burrnore dhe shumë zoj, jo sa nona jame, por me thon drejtën, është njeri që baja gjifort më ka shty gjithmonë me kënë vetvetja dhe një nanë e mirë edhe bashkëshorte e mirë për të më shoq, sepse si thotë babi gjithmonë, kjo për mu ka kënë, kjo gru përveç se një bashkëshorte e mirë ka kënë një nanë shumë e rrallë për fëmijët tonë, por me babin ka kënë një marrëdhënie tjetër, ndoshta edhe për shkak se mami a bë gjithmonë pengese artit tem se unë isha vajzë, edhe thotë mama mos vajzat i pargjykojnë në vitet 98, 2000, 97, këto nuk kanë vitet leta, nuk ishin vite artit, me thënë drejtën, sidomos se unë qyshe vogël kam dalë në skenë. Bile, kur kam knu për herë të parë në një skenë të bilbilave, ti ke kanë prezentu se aja me parë, edhe që atëherë majmen babin që thotë Merita është e mrekullueshme, kam shoqe, edhe kështu që radioja na lidh me njerëz të po, radioja, edhe pra di me thonë që të dëm kanë brëmos, me cilësit besoj më të mira se s'ke se që thu për vedi, po babi t'ja di për ne është shumë
Ja di për njerë shumë pse nuk ka loll asnjëherë. Mami nuk ka kënjë që ka dosh me na loll me kështu. Mami të ka thënë një herë, se më thoni kjo gjë është e mirë, kjo gjë është e keqe, ti si dush, ma se ban, jam të thonë, po ti si dush. Kurse babi argumentote, ose shpeshherë po të them diçka të bukur tash, kur isha vogël që bosha ai gabim, më thotë mu, po se ti, s'është gabim që mund të bojnë vojza ime është vojza e mençur, ti nuk je, i thotë mami, je të allastuket fëmi, jo, vojzat e mia nuk llastohen, vojzat e mia kuptojnë se do të më na dhon një motivim që edhe një psikolog. Po shumë. Jetofshin gjithmonë me kujtime të bukura. Faleminderit. Dhe me krenarin. Faleminderit. Qofshi të nderuar dhe faleminderit shumë se na që ishte sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit se do më falenderoj to njerëzit që e kanë nderuar emrin e babës tem. Me shkrimet, me intervistat e rikthyme në vitën kujtim ti, edhe gazetarët e juj, ty në veçanti që më ftove sot, me thënë drejtën do mi kërku falje 2 kolegeve tuja që më kanë thirrë me bërë një emision, por unë të i kanë bije ti, kam menu se aje dhe unë nuk e kam pa të arsyeshme që më shku studio tash për një rast të tillë, njerëzit njohin e dinë që jam e drejtë për drejta në televizor, flas pastër qartë siç më ka rriti mot. Edhe të kam zgjell ty, ju kërkoj falje aty, ne të kam zgjell ty sepse bashkë me babin ju keni pas një rrugë gjatë në radio, edhe keni pas një miqësi të pastër, edhe i ke dhënë respekt edhe në gjallë vazhdimisht. Kështu që e disha, du me dhënë dorën, e disha që ty ta kisha bërç. Ty ta kisha bërç. Më keni emocionu. Faleminderit shumë Senat.